Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot jemi në vigjilje të ditës së bekuar, të ditës së Pashkëve. Është dita që kremton ringjalljen e Krishtit. Sot Pashka është një fest e cila sjell paqe në mbar njerëzimin. Jemi këtu në mediset e kishës së Shëmpalit, pikërisht në këtë event vigjilje të Pashkëve. Sapo ka filluar ceremonia e meshës së mbrëmjes. E në këtë meshë kremtohen dhe bekohen edhe bukët e Pashkëve, ashtu sikurse po e shihni, është ushqimi i Zotit përpara kësaj feste të bekuar. Nuk ka kuptim të vërtet të krishterë pa pranimin e ringjalljes së Zotit ton Jezu Krisht. Kuptimi i krishtërimit lind bashkë me të, me ringjalljen që sjell ringjalljen e jetës, për të rritjen e njerëzimit që merr ai mbi vete, pajet e mëkatet e të gjithëve nesh. Është një ditë e bekuar, kanë ardhur mjaft besimtar këtu për të kremtuar këtë ngjarje, dhe ne me mikrofonin ton po e drejtohemi atyre. Gëzuar Pashtë. Gëzuar Pashtë. Urime të gjithë besimtarëve për shumë vjet, marsi në tana familjet. Happy Easter. 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 Gëzuar Pashtë këtë ditë Krishtit u nimoshin, e uroshin, e shala Krishti e Zoja është me tonë popullin shqiptar, me tonë që kanë linë këtë jetë. O Zoti që të pushtetshëm dhe jam shumë, ti je i mrekullueshëm në të gjitha veprat e tua. Ban që bitë tu, që ke shërbu, që kuptojnë se krijimi i botës në fillim ishte vepër shkëlqyeshme, por më shkëlqyeshme ishte në plotësimin e kohës, shërbimi atyne me krijimin e Krishtit, bashkëve tona, ati që jetën në mërtënën në shekujt e shekujve. Ju lutem uluni, tani në letë. Dhe ma në fund, pa provu për shqepim tonë, jadin e ti të vetëm. I lutena Zotit të gjithë pushtetshëm, ta kryejnë misionin shenjtë të Pashkëve me shqepimin e krejtë botës. Pushteti shenjtëruesi kësaj nate, i të bëndra hapshtimit e të Krishtuar dhe e gëzimi. Largon u dhe së vetë tu, e drita e ti, u bashkof me drita e hyjeve. Bëj që nuk një përëndi, Krishti biri hy, on e sundon në shekuj të shekujve. Le të bëhen drita, dhe drita u pen. Hyj, pas e ishte drita qenë, për atyre që ishin për mbi kupën e cillit, dhe u ben ashtu. Hyj, e qojti kupën e cillit qill, dhe u ben mbrëmje me mëngjes dita e dytë. Hyj, tha prapë. Me mësua me jetua me Zotin. Ju e dini atë shembulltyrën se si e punoi breshtin në beshin e breshtit e bani shtrylsin, e punoi shtrylsin e bani gati dhe ja marrë punën vetë, edhe tha deja, pedajnë për gjys që ku të vinë koha, gjithë janë, edhe toka, edhe breshti, edhe shtrylsi, ta në janë të minë, por të vinë koha, që ju të vinë me marrë fritin i tu 50, a di që ka bani, i ka qitë jashtë ata që kanë ardhur me marrë fritin, dhe edhe birin e vrashtë, që vjen me marrë fritin, se thot bela, djalin tam ka mësiu mirë. Jezusi mundimet e tina, parë dhe ka hinë ersinën tonë, dhe mërën se si jam silë me ne, ai ka qitë në parë njërim në vërtet dhe largimin e ti prej këta largë ke vitë prej Zotë. Imaginoje, miku y vjen, jo vetëm që nuk e vreshen,
Vëllai mësojmë me coptuar. Sepse kem smirë, prej smirë e dorëzuni Jezusin kry priftërimin e plesht të popullit. Mani me në pa, në mundime prej smirë e dorëzuni kry priftërim e plesht të popullit. Zoti na ka krijuar me bashkëndarë. Edhe ka ardhur përsëri me na dhënë një hir shumë të madh, me na dhënë hirin e rikrijimit, me na rikrijuar dhe me thënë me restaurua dhe herë njeriu po rikrijimi i ri që ka ardhur me madh. I bolshëm, maj fushishëm, maj një, maj mashëm, maj pësoshëm se i bari, sepse tash nuk e ban prej jashtë të marrë me hi për brenda ti dhe ka ba për mes hirit. Dhe për mes hirit, Zoti, na jep dhuratat të dha, na jep urtin, na jep dijen, na jep kuptimin, na jep njohjen, na jep fortën, sepse nuk është e lehtë ne me te i kajtua me ndjek Jezu Krisht. Ju keni pa leximin e dytë, se si populli i Izraelit dalja përballet me një vështirësi shumë të madhe për me dalë prej Egjiptit me shku tokën e premtuar. Dhe është e pamundur për njeriu me ba këtë kalim. Por këtë kalim ka ardhur me ba Jezu Krisht. Dhe me thanë, Zoti lufton për me, për këtë thot, mos keni frikë, pse? Do t'jem me ju gjithmonë. Do të kalojnë bashkë. Po si do të kalojnë bashkë? Kalojnë leximin e tretë. Leximi i tretë që kena lexuar sot është shumë i rëndësishëm për jetën tonë. Jem zonë me shumë punë, jem të shumë të angazhu, e di, kena obligime dhe detyra, e vërtet. Kena shumë gjana që na janë dhënë me banë, dhe njihena shumë të sforcuar e të shtypur me pa shumë kohë. Dhe duke u shpërshëndruar gjithçka, kena pak kohë me fitua urtim. Por urtia ka venin e vet, ka shpinë e vet, dën kohën e vet, dën meditimin e vet, dën thëllimin e vet, dën lutjen e vet. Ka rajta. Për këtë njerëzit shpesh na thonë s'kam kohë të marr me të punë, as me lexu, as me lutë, as me shkujtish, s'ka kohë për kurrë gjë. Por 365 ditë ka 24 orë ditë e natë. Besojmë se na gjajmë arsye për, si ka thonë, na gjajmë arsye për tek, mos po të. E Zoti gjaj arsye për me na shpëtua. Kurse na gjajmë arsye mos po të shpëtua. Imagjino sa edhe kur atë zbraz në këshirë shumë e madhe, e pashtë se gjajmë arsye mos me mos se gjajmë arsye dhe për faje. E kam base dhe shtëpër, ja e kam banë, kam vendos për me e banë. E kam një qëtakesh, po e kam banë. Ja dërmi, me i dajnë banë, janë që i banë me përgjësit e të vërë. Po thome, shkojnë punë se, a di qka, nuk e kam shumë dashurin e madhe për zë. Nuk shkojnë kishë, nuk një për dashurin për zë. Besoni, madhe në kishë, të me një dashurin. A dhe mosdoshme, e kur nuk vim ashtë nuk e dhëm bashkë. Ne mekë që i edhëm shumë të ishtë për me barë. Mekë që i edhëm shumë të ishtë për me barë. Ne që nuk e dhëm shumë të shumë. Dhe me tanë se të dhëm, vim me barë. Ata që i edhëm. E ata që i lejojnë mu dashtë prej Zotit, e mu rejtë prej dashnisë. Ata në thotë se, për me dashtë me në ndryshuar jeta, e me marrë jetën dhe me ecë drejt sajna. Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin ton, ne u ndaluam edhe në kishën e zonjës pajtore. Është kjo natë e bekuar, nata e vigjiljes së Pashkës së Madhe. Në fjalimin e tij, Dom Dino Çekrezi nënvizoi rëndësinë e kësaj feste, rëndësinë e besimit tek fjala e Zotit, tek ringjallja, tek paqja që fjalë sjell. Ai theksoi rëndësinë se pa besimin në Zot, pa ringjalljen që vjen përmes tij, edhe fjala e Zotit tek njerëzit
bëhet më e vështirë për të përcjell. E rëndësishme është të besojmë, e rëndësishme është të falemi, e rëndësishme është të ndjejmë atë rilindja, por ringjallje që vjen nga ringjallja dhe rilindja e Zotit ton Jezu Krisht. Pikërisht me ndarjen e kungimit të darkës, me marrjen e hostes së shenjtë, përfundoi dhe kjo meshë e kësaj pashke të bekuar, e cila sjell paqe në komunitetin shqiptar, në të gjithë besimtarët katolik, por dhe ata ortodoks që kanë pashkën javën e ardhshme. Aleluja, Krishti u ngjall për ne. Ata njerëz do të përcjellin në shtëpitë e tyre qiririn e shenjtë të kësaj feste të madhe. Vërtet u ngjall, Krishti u ngjall, gëzuar Pashkë. Gëzuar Pashkë. Urime gjithë besimtarëve të katolikë muslimanë gjithë ku janë tonë botën. Ju falemnderes edhe për Happy Easter. Gëzuar Pashkë. Ti përshëndes të gjithë shqiptarët, ka dojon ju uroj Pashkët dhe ju dëshiroj gjitha të mira me shëndet dhe gëzimin në familje. Gëzuar Pashkët edhe ju. Gëzuar Pashkët të gjithëve.